zoti Noka. Zoti Balliu, respektoni rregulloren. Respektoni rregulloren. Zoti Balliu, lini sallën. Mos vazhdoni të shkelni rregulloren. Zoti Balliu, respektoni rregulloren, respektoni parlamentit. Na lini të vijojmë punimet e parlamentit. Zoti Balla, keni kërkuar fjalën procedurë. Zoti Balla. Kryetari i Kuvendit, Ju të heq vëmendjen zoti Flamur Noka në bazë të rregullores. në vlerësim të kësaj pamje të paralajmëruar me shpresën se do të motivohen mbështetësit e Partisë Demokratike për të shkuar nga 300 në 400 protestues në protestën e paralajmëruar të ditës hënë dhe në respekt të plot të procedurës neni 49, pika 1, në pamundësi për të zhvilluar diskutimet, kemi pasur sot në agendën e ditës plot çështje të rëndësishme, sigurisht edhe një debat për të diskutuar mbi luftën kundër krimit, duket që opozita nuk do ta zhvillojmë seancën. Ju lutem hidhni në votim propozimin tim për të kaluar me një herë në votim. Faleminderit. Në bazë të nenit 49 ka të drejtë të propozoj ndërprerjen e diskutimeve. Kështu që hedhim në votim propozimin e kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste për ndërprerjen e diskutimeve dhe kalimin në votim. Kush është dakord? Ju lutem numëroni kartonat. Miratohet propozimi, ndërpresim diskutimet, kalojmë në votim. Hapet votimi prezencën. Hapet votimi për prezencën. Votoni. Ju lutem votoni. Votoni, ju lutem. Votoni, ju lutem. Mbyllet votimi prezencën. 77 deputet prezent. Filloj me votimin e akteve. Projekt ligji për ratifikimin e traktatit të Riadit për dizenjo dhe rregullore sipas këtij si po 77 plus 2 me kartona, 79. Pra sipas këtij traktati bën në Riad 22 nëntor 2024. Zoti Noka përjashtoheni nga seanca për sot. Ky akt kërkon shumicë absolute votash, votimi është i hapur, procedura e votimit 2 votime me elektronik. Hapet votimi në parim me elektronik. Hap votimi, votoni, ju lutem. Mbyllet votimi. 76 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet në parim. Kalojmë votimin nen për nen me karton sipas variantit propozuesit. Neni 1 pro
kundër, abstenim miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim miratohet. Kalojmë votimin në tërësi. Hapet votimin në tërësi me elektronik. Mbyllet votimi. 75 vota pro, miratohet në tërësi projekt ligji. 0 abstenim, 0 kundër. Pra projekt ligji miratohet në tërësi. Pika e 2, projekt ligji për kujdesin alternativ në familje në Republikën e Shqipërisë. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Votimi është i hapur. Procedura e votimit 2 votime me elektronik. Hapet votimin parim me elektronik. Mbyllet votimi. 77 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Projekt ligji miratohet në parim. Kalojmë votimin nën për nën me karton sipas variantit të komisionit përgjegjës. Neni 1. Neni 1 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 3 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 4 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 5 pro, kundër, abstenim.